I ceket verbërit në Kosovë, po thu mbi 2000 janë? Po, ka. A keni dini ta kemi? Kemi, thash, ndonjë aktivitet kështu, gara çad, gollballit, kështu. A vu bën davet? Mundohemi me atonën, elhamdullah, ka dhe prej verbëve që ka shumë që janë të uzum. Pa dhe pa. Po, ka. Por ka dhe devijum, Allah i uzoft. Ja, diku du me dal. Urna. Se këshire sa mirë po thu, ka dhe devijum. Po. Se edhe në mesin e të verbërve, se dikush mundet me thonë, hajt ti jetu fale, jetu lut si je i verbër, se të kishe konë, si shefa, ja. Jo, unë e thash, unë jam Ka edhe në mesin e të verbërve që janë devijum. Po, unë e thash, nuk ka qenë kjo sprova ime që unë ta fali namazën. Unë kam fal namaz edhe pare se më vërbu. Po, da. Uzimi ka dorë Zotit që 5 kohët e namazit ti fali pas luftës. A për teravi, mbi 30 pi moshë 2-13 vjeçar ku kam fillu ma xhiru, kam fal teravi të hoxha Mazdam. Jo, do shta me thonë se shpesh e di që njerëzit folin. Unë po flas për vëllezërit e sprovuar me burg. Po. E tash në burg ki shumë vëllezër që falin namaz, mundon të jenë të mirë sen krejt. Ishte ka dalë një muhabet, aj pse janë burg ato. S'kan çka me bë. S'kan çka me bë, falin namaz. Jo, ki në burg që marrin drog. Po. Ki në burg që i bëjnë të në zezat, ama ki e ka zgjedh mu fal namaz, edhe mesin e verbërve, ki devijum, ama ki edhe të uzum, sikur që ka jeti, alhamdulillah, që i ban mbi 1 milion herë dhikër e fal namaz e kujdesesh, alhamdulillah.